1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe. Jemi të Olti Curi TV në YouTube për të folur për divorcin e fundit që tronditi showbizin shqiptar, sepse është dhe nga showbizi, sepse nga njëra anë është Neda Karafili, e bërë e njohur nga Big Brother Albania, dhe Ogrem Balluku, vllai i Belinda Ballukut. Dhe nëse ka anë të çuditshme menaxhimi në publik i këtij divorcit apo jo, do e diskutojmë tani në narracionin tim, në ditarin tim në YouTube. Nga njëra anë kemi fjalët që u përhapën në disa portale për divorcin e Ogremit dhe Nedës, më pas konfirmimit i saj në ekranin e madh të Top Channel. Vetëm disa orë më parë u mblodh gjithë vëmendja tek Ogremi dhe Neda dhe divorci, ndërkohë që mos u bë vallë kjo gjë për të mbuluar atë që do ndodhte sot në mëngjes, përhapja e dosjes nëpër të gjithë portalet e mundshme, ku merren vesh biseda të Belinda Ballukut me stafin e saj për sa i përket tunelit të Llogaras. Ndjekim siglën. Pse gjithë kjo e xhele e madhe për të konfirmuar divorcin midis dy personave të cilët janë bërë të njohur për publikun e gjerë shqiptar nga Big Brother Albania me versionin e njerëzve të panjohur. Ai ka qenë një edicion i cili është fituar nga një vajzë me emrin Ermela, por mes konkurrentëve aty ka qenë edhe Neda Karafili, një vajzë nga qyteti i Kavajës, dhe Ogrem Balluku, vllai i Belinda Ballukut, e cila vite më vonë nisi karrierën e saj duke u ngjitur shpejt e më shpejt në shkallët hierarkike të politikës shqiptare, në Partinë Socialiste, por edhe në qeverinë e drejtuar nga Edi Rama. Por pse ky divorc menjëherë postuar, menjëherë edituar në disa portale dhe menjëherë konfirmuar në një ekran të madh, siç është ekrani i Top Channelit, sepse të bën përshtypje një gjë e tillë për vetë faktin se jo shpeshherë personazhe të njohur menjëherë sapo ndodh një gjë e tillë të jenë të gatshëm për të folur në publik dhe për të jenë të gatshëm edhe për të folur në një emision ku rrethohesh nga 5 moderatorë dhe pyetjet janë nga anë të ndryshme, të niveleve të ndryshme dhe të perceptimeve të ndryshme. Por çfarë ndodhi? Ajo që na habiti të gjithëve është wow, sa shpejt Neda foli në ekranin e madh të Top Channelit, por ajo tashmë është pjesë sepse është autore e një emisioni në këtë televizion që është përputhen. Ndoshta dhe marrëdhënia me televizionin, duke qenë dhe pjesë e stafit të saj, ka bërë që narracionin e saj personal ta bëj pikërisht tek goca dhe gra, edhe pse na dogji pak ajo shpejtësia menjëherë, sa por hap lajmi në portal, menjëherë Neda doli dhe konfirmoi atë në Top Channel. Mos ndoshta ishte kjo për të mbledhur të gjithë vëmendjen e asaj që përflitej për kunatën e saj.